Mirëmëngjes! Mirëmëngjes të dashura Visa, ne e thamë mirëmëngjesin shumë shpejt. E kemi thënë që herët, po ju sepse ju kemi pritur. Si gjithmonë, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj të tek Ndioni Gatimit për parë recetat që do përcjellim për juve sot. Si e shikoni, kemi hapur petën sepse ju kemi pritur dhe duhet bënim edhe neve ca punë për të qenë gati këtu për të filluar më mbrapa procedurën e përgatitjes së byrekut me krip. Qumështor me krip do të bëjmë sot. Qumështor me krip. Do të thënë qumështor i kripur, më mirë se sa me krip, sepse nuk është i varianti ëmbël që. Ashtu, do ta kthejmë në të kripur sot qumështorin dhe jo në të ëmbël. Dhe për këtë do të na duhen vezë, qumësht, miell për petët, miell pak për të hedhur brenda tek masa që ne do të bëjmë atë qullin për qumështorin dhe asgjë tjetër, vaj dhe gjalp. Këto janë përbërësit. Tradita ka pasur thjeshtësi, por ka pasur cilësi edhe dashuri në përgatitjen e ushqimit. Ndaj shijonin ka shumë të gjitha gjërat. Do të kemi edhe një recetë që do ta përgatisim me mel, që meli faktikisht është një drith, do me thënë hyn në familjen e drithrave, ka vlera ushqimore, përmban kalcium, përmban proteinat e mira, do me thënë përmban fibra të cilat janë të treshme, është shumë i domosdoshëm dhe shumë cilësor për ata që kanë probleme me kolesterolin dhe sidomos për diabetikët. Është një ushqim shumë i shëndetshëm dhe mënyra si do ta sjell sot do të jetë gjëja më e mirë që do të bëhet si një lloj, do me thënë spinaq, me spinaq do ta sjellun, por jo se bëhet vetëm me spinaq, mund ta bëjnë me kungulleshka, mund ta bëjnë me lakra tegra, pra me mënyra të ndryshme, mund ta sjellin në sallat, mund ta bëjnë me vezë sy, pra ka mënyra të ndryshme e përgatitjes së melit. Por atë që do të them është më shumë i dobishëm për ata që kanë probleme me diabetin. Pra është mirë që të hyjnë në tryezat e tyre familjare për të patur një trup të shëndetshëm. Edhe ne, por dhe sigurisht edhe ata që e kanë të nevojshme mënyrën e të ushqyerit. Me njëherë fillojmë tani për të treguar, sepse duhet të tregojmë mënyrën se si do të përgatitet ky byrek i kripur, do me thënë qumështori i kripur, dhe çfarë bëhet? Fillimisht unë kam hapur petët për masën që unë i kam bërë në masat më të vogla për tepsin që kam, masa do t'i keni, do t'i lexoj më mbrapa anila, dhe do t'filloj, kjo të bëhet me 2 petë faktikisht, nuk ka shumë petë. Do të vendosim këtë petën e parë, kam dhe një petë të cilën e kam përgatitur atje, do të tregoj mënyrën më mbrapa se si do të vihet, por fillojmë më përpara për të përgatitur të kremin që do të na duhet për të bërë qumështorin. Pra do të hedh që kam këtu mielin. Për përgatitjen e brumit, ka ti ke përdorur mielin për çdo përdorim, besoj? Për çdo përdorim, po. Shpëtuesin e shumë recetave, mieli për çdo përdorim, paketimi mblu, mieli në logon Ola, kompania Atlas, që na nderon çdo ditë me gatimet tona, jo vetëm ne, po edhe ju në shtëpi. Do të përgatisim një krem tani, ku do të shohim pas pak në ekran edhe recetën dhe vezët janë pjesë e këtij kremi. Dhe janë vezët Ovital, që ne gatuajmë çdo ditë këtu dhe jemi në pritje të bashkëve pak nga pak, po i afrohemi, kështu që me siguri shumë prej jush do të blejnë, do të ngjyrosin dhe do të shpërndajnë shumë vezë nga mesi kësaj jave në vazhdim. Ne do të ngjyrosim të ejnëten, Anila. Të ejnëten, vezët e shtëpisë ngjyrosen të ejnëten, kështu. Kështu që neve do t'i bëjmë të ejnëten. Doja t'ju thoja që besta ju e dini, vezët që të ngjyrosen më mirë, ka ti besoj dhe ti zgjedh vezët e kuqe, pra me lëkosh të kuqe, janë më të lehta për të marrë ngjyrë, kështu që zgjidhni këto për vezë pashke, edhe pse për gatime pastaj edhe për gjithçka tjetër zgjidhni si të doni. Cilësia në çdo kokër veze Ovital është po njësoj. Sa vezë po përdor? Unë do përdor 5, aty kam vendosur 7, sepse neve thash që do të kemi më pak. Tani këto unë do t'i hedh dhe do t'i përzijej me mielin. Do ta bëj në mënyrën time unë. Ashtu bëja, dhe na ashtu duam ta shohim në mënyrën tënde. Do me thënë i sjell në mënyrën më të thjeshtë mënyrën e përgatitjes, pra përzijem vezët me mielin, këtu do të shtojmë pastaj qumësht të ngrohtë, do ta përzijem dhe do ta shtojmë pas më mbrapa te qumshi që ne kemi vendosur për të ngrohur. Pra qumshi duhet të jetë i ngrohtë. I ngrohtë, po. Okej, shumë mirë. Thjesht tani bëjmë një përzierje, me shikon nuk na hapen vezët, qëndrojnë. Po pra, duke urarë me teli dhe e verdha e vezëve vazhdon. Qëndron përsëri të jetë në formën e saj.
A ta lexoj unë recetën Kati? Po mund ta lexosh, ta përzije mirë dhe do të marr unë qumësh andaj për ta hedhur. Në ekran recetën e qumështori kripur me 2 peta, 400 gram miell, 1 lugë vaj, 1 lugë pluhur pjekës, ujë të vakët, 1 litër qumësh, 3 lugë miell, 7 kokra vezë, arë, moskat, gjalp dhe vaj. E lexojmë edhe recetën tjetër, me qënë se jemi tek recetat dhe kështu ju japim kohë për të parë edhe përbërësit që na duhen për pilaf me mishviçi, lëng dhe cip limoni. Na duhet, do e bëjmë ne këtë Kati me mishviçi? Nëse do të kemi kohë, ne do të bëjmë të parën, domethënë atë që do të bëhet. Okej, mirë, ne për këto po e lëm alternative në varësi të kohës, se për shkak të ngjarjeve të informacionet e keni parë që nisim pak më vonë dhe gjithmonë lëm një recetë rezervë. Dhe kjo ishte pilaf me mishviçi. Këto janë përbërësit, duke bërë me kohën. Mishviçi 2 qep, 2 filxhan oriz, vaj gjalp, 1 limon, krip piper, 5 filxhan lëng mishi ose ujë. Tani, shohim pak edhe recetën që ne e prezantuam, të cilën do ta përgatisim dhe do të jetë e dyta në radhë, sallatë me mel dhe spinaq, 1 filxhan mel, 500 gram spinaq, 4 qep të njoma, kopër majdanoz, 2 thelpinj hudra, 2 vezë, vaj, krip piper, fara susami. Atere, Kati, të vim për ty? Jo, në regull, jam endeza. Andez? Endeza. Tani, pasi kemi përzjet, me thënë mielin me... Kam hedhur edhe pak qumësht, ndërkohë do shtoj edhe pak. Është kjo, regullim e temperaturës së vezës që e bëjmë gjithmonë. Kjo për të mos u prerë veza në katë. Më mbrapa këtë masën e pregatitur, do të hedhim të qumështi. Dhe do të bëhet ai kremi, që me këtë krem pastaj do ta hedhim brenda tek byreku, domethënë, që do të bëhet byreku me këtë krem. Sipas dëshirës, nëse duan anvisat, mund t'i shtojnë dhe arë moskati. Po. Kemi thënë që bulmeti, përgatimet që kanë bulmet, i shkon arë moskatit. Nëse duan anvisat, mund dhe ta hedhin. Nëse nuk duan, mund t'a lejnë në mënyrën tradicionale që ishte fare, domethënë ashtu pa moskati. Kjo është zgjedhja e tyre. Nëse e preferojnë, domethënë, arën e moskatit. Tani Anila, ta fikim këtë. Kishte ta bëjtë vatra tjetër që është më e shpejt. Po, se është dhe më e gjërë, është njësoj sa... Ashtu. Si përfaqja e tenxheres dhe ndihmon. Jo, që të filloja do me thënë të hapja të petën, që ta kishim gatin edhe të rion aty? Po, të rion aty. Okej. Detyra ime përgjithsisht në gatime është të trazoj. Po para se të kaloj këtu, bëjnë që... Ska gjë gati se në shohë. Mirë, me qumësh. Edhe ndë nga nga tjetër, mund të bështi. Faleminderit. Të lutem. Atere këtu, unë kam shkrirë pak gjatë, të marim të vajtë. Edhe atë që them gjithmonë, këto byreqet, e kanë qikë të nevojshëm gjalpin. Edhe nuk është ma ajo teoria që thoshni që gjalpi na bën dëm, kemi probleme me shëndetin dhe na bën dëm gjalpi. Jo, nuk bën dëm gjalpi. Kanë dalë këto studimet e reja që thonë që gjalpi nuk bën dëm. Është një kombinim të mirë, do me thënë me këtë. Gjithmonë varet edhe nga sasia, Kati, jo? Në çdo gjë që ne konsumojmë, që është e vërteta. Po prandaj tani për punën e sasisë nuk diskutohet, që neve duhet të mendojmë. Gjithmonë gramatura është neve kur kemi bërë shkollët, gjithmonë kemi ndjekur gramatura, pa gramaturë nuk bënim asnjë gjë. Po. Në atona gramaturë kishin, domethënë, nga 1 lugë vaj për person. Po, ashtu vatet. Tani themi neve hedhim pak duke shumë këtu te byreku, po byreku s'bëhet për 4 persona, bëhet për 8 persona, ndoshta edhe më shumë. Po, fatë nga që s'përkatet ashtu dhe t'jep idenë sikur është... Po ndërkohë, petët do duhet të shkriptohen, të marrin edhe shijen, pastaj varet edhe me çfarë gatuajnë, përveç gjalpit që byreku e do, ne gatuajmë edhe me vajin e farave të lule dielli të një cilësie maksimale, siç është vaji Gold nga kompania Teuta. Gjithashtu edhe Superfoods, ato paketimet që ju pat aty ku kemi edhe melin, do t'ju sugjeroja të zgjidhnit nga kompania Teuta për të përftuar cilësinë më të mirë të drithërave. Kati e pra se... Sikur mori pak... Jo, nuk as kanë gjitur është okej, do me thënë thjesht zua ta lëmë mëse nësë... është bërë si një beshamel, ka ishtë duhet? Ashtu duhet beshamel, nuk duhet shumë i plot. Se si qulli. Pa, ne këptaj.
Ashtu është bërë kremoz. Me aromë të mirë. Tani, hapëm edhe këtë petën në qendër. Kjo do jetë ajo që do mbaj baza, që do mbaj qullin. Kështu të rrëdhosur, o? Po, të rrëdhosur. Edhe gjalpin, si që shikoni, ka nxjerrë të aromën e mirë. Gjalpi e kam lënë, do me thënë që të nxjerrë aromën gjalpi, jo të jetë sa të shkri, thjesht të nxjerrë, të kaloj, do me thënë një temperaturë që të ndjetë aroma, po. Edhe kremi, do me thënë është për tamam. Pra, kjo peta do të palose dhe do të rria jo mesi i hapur, po, okej. E di që do të kaloj këtu anila të... Pse duhet ftohet ajo? Pak. Duhet ftohet kjo qika. Okej. Nuk ka shumë nevojë, do me thënë që të naftohet shumë. Pra si që shikoni, një krem beshameli i plot tani, sepse zakonisht ju më keni parë që unë beshamelin e bëj të plot, të holl. Ndërsa këtu e dua, do me thënë, një beshamel edhe ka marrë të ngjyrën e mirë dhe të vezve. Edhe fillojmë dhe hedhim anash. Nuk e bëjmë shumë të trash. Anësoret. Dhe anësoret, po si birek, do me thënë, mos t'jesh shumë i trash. Aha, e kuptaj. Se nuk do hamë qullë, të shijohet me këto ndyra, po bëj shumë i mirë. Filloj të fryet peta. Ja, shikon, për masat që neve kishim. Ndërkohë që edhe këtu, dua të them anvisave që unë tek petat kam përdorur pak baking powder. Me qenë se për të i zbut baking powder, nuk është, jo sot mos hidhni. Nëse s'keni, mos shtoni asnjë gjë, bëjeni ashtu thjesht me ujë me krip, si bëhen në mënyrën tradicionale, po nga që ashtu e bëra me pak. Kremi është bërë shumë i mirë. Po pra, edhe duke qenë se ka veze, kur të piqe, do të kthehet në një masë të kompakte, që kur të prihet do të jetë si një copës, pra nuk do të, as do të kulloj, as do të rrëshkas, se ka goxha vezë. Po, dhe nuk do ndihet era e kësaj e miellit, se u zje dhe pa mënyrën se si e bëm që të mos ndihej, as era e vezës dhe as era e miellit. Thjesht të shijohet. Sa, okej. Tani e bëjmë kështu. Prit. Bëjmë palosjet në këtë mënyrë dhe e lëm pak në qendër, jo se shumë. Është ngjitur pak nga që kemi pritur në këtu. Po, pritur, po, temperatura e kremit që sa po u bë, janë ku e kemi në ekran për sëri, recetën e qumështorit të kripur në 2 peta, mua më duket një recetë shumë e shishme në fakt, dhe... është recetë pranverore. Po, pra, dhe si që kam të gjithmonë, unë i kam shumë qefë recetat të thjeshta, që nuk të duan aty 3 me orë të tëra, tëk, 2 gjëra në furrë edhe ja. Me qënë se jemi të furra. Po, e kemi ndezur, si gjithmonë byreqet me 180 gradë, edhe do ta lëm atje për 35-40 minuta. Nuk ka nevojë për më tepër. Ja kështu. Tani e do pak yndyrë kjo tani, se peta po sot e pak yndyrë nuk bëhet. Megjithatë në total, nga peta e parë e pra, ai tasi vockël ishte, nga fillimi deri në fund. Duket kështu se po e shpërndajmë, po janë një tas ishte i vogël. Edhe këto anët se këto, nëse që të piket pjesa e krothës, edhe këtë që ngeli, do t'ja hedhim këtu në qendër. Kurri, më pëlqen, të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Këtë lloj byreku mund ta bëjnë edhe për këto festa, domethënë që vijnë tani. Është për Pashkët. Sepse gjithmonë qumështori është në ditët e Pashkëve është një një byrek i veçantë. Ka qenë bulmeti në këtë kohë, edhe prandaj edhe anvisat çfarë bënin, ja bënin gatime të tilla. E kemi gati për ta vendosur në furrë. Shumë mirë. Tham në temperaturën 170-180 gradë dhe do ta lëni aty rreth 35-40 minuta. Nuk ka nevojë për sinin që kemi neve, tavën që kemi ne, nuk ka nevojë për më tepër. Për sinin që kemi neve, nuk ka nevojë për më tepër. Tani ç'do bëjmë? Do bëjmë të dytën, Melin? Po. Okej, e futëm në furrë dhe shumë shpejt do të jetë gati, kur them shpejt, kur ne të kthehemi në pjesën e dytë të gatimit dhe do të përqendrohemi në këtë këndin tjetër, këtu ku e kemi plot e për plot me produkte të shishme edhe të shëndetshme. Sot jemi fokusuar tek Meli, po ndërkohë që Kati ka pak puna ndej, unë po i shoh pak të tjera. Që mund të thuash Anila, ta lexosh atë. Patjetër, po pra se të jemi sinqert, unë nuk e përdor, po ndoshta sot do ta shijoj edhe do të mësoj edhe ta
e përgatis. Meli ose po, është një farë bimore në familjen e drithrave, shumë e njohur në përdorim, qëndron në krye të drithrave për nga ana shëndetësore dhe për shkak të përmbajtjes së amidonit. Ajo është e pasur me karbohidrate komplekse, por gjithashtu me vitamina dhe sidomos kalcium. Meli është një kokër naturalisht pa gluten dhe burimi lartë i antioksidantëve, fibrave të tretshme dhe proteinave. Nëse bëhet pjesë e regjimit tuaj ushqimor, mund të ulë nivelin e kolesterolit dhe sheqerit në gjak dhe është një ushqim perfekt për personat që vuajnë nga diabeti. Gjithashtu, këtu mbrapa, nëse nuk jeni mësuar ta keni pjesë të dietave tuaja, keni edhe mënyrën e përgatitjes, keni përbërësit që mund të përdorni, pra keni një recetë të sugjeruar nga shefi. Dhe këto Teuta i kanë në të gjitha paketimet e veta, edhe te korizi, edhe te kamaranthi që ne kemi këtu, kemi farakijat, pra në të gjitha këto paketimet e vogla ju keni dhe një ide se si mund ta përshtasni në gatimet tuaja. Kjo, Anila, do thoshja akoma dhe me thjerza, bëhet, do me thënë si një lloj pilaf me thjerza, që të jetë e kënaqshme edhe për fëmijët. Duke qëndruar dhe menduar, është si një lloj pilafi. Po pra, e kuptoj. Është diçka e tillë, kështu që nuk. Do fillojmë nga puna. Po, do fillojmë me njëherë për të treguar tani se si do ta bëjmë ne sot. Ne do ta sjellëm në mënyrë tjetër, do ta sjellëm me spinaqe. Dhe spinaqi është, si thua, një ushqim i shëndetshëm, të cilin kombinohet mjaft mirë me këtë, domethënë me melin dhe bëhet shumë i shijshëm. Kemi hedhur, të ndezim se kemi lënë shumë ullët. Ndërkohë këtu kam vendosur mund vendosni ujë, lëng mishi, lëng perimesh, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, ashtu siç përgatisni një lloj buranie, kështu do të përgatisni edhe këtë lloj gatimi sot, por në vend të orizit mund të përdorni melin. Dhe mos i shikoni kështu se gjithmonë jemi mësuar oriz makarona. Oriz makarona kështu jemi bërë ne në shtëpiat tona. Por duhet ndryshuar më mënyra e ushqyerit, jo sepse neve themi këtu kanë ardhur këto ushqime dhe duhet të bëjmë reklam, nuk absolutisht jo për punë reklame, po thjesht për të ruajtur shëndetin tonë dhe për të kujdesur shëndetit tonë, se faktikisht tani kohët e fundit neve ka shumë njerëz që vuajnë domethënë nga problemet e diabetit. Kështu që këto janë ushqime shumë të mira që të hyjnë familjet tuaja, sidomos për persona që kanë probleme shëndetësore. Dhe që ne mos të kemi probleme shëndetësore, duhet që dhe këto pjata të hyjnë në tryezat tona. Të rregullojmë me regjimin ushqimor. Mënyrën e të ushqyerit, domethënë të ndrojnë gjërat, jo gjithmonë ashtu siç thash në fillim oriz dhe makarona në shtëpiat tona. Kështu që në këtë mënyrë duke hedhur dhe tek thjerzat, fëmijët nuk do ta kuptojnë. Duke i kombinuar akoma dhe me thjerza, bëhet një, si thua, gatim shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. Tani, i tham gjithë këto neve, vendosëm këtu qepët. Do i shtoj dhe pak gjarp faktikisht. Edhe doja hedh gjysmë e sasisë së gjarpit. Sepse një kombinim i mirë, do me thënë, i gjarpit edhe i vajt, si në supra, se një lloj supe, gjellë supë është kjo, faktikisht, bëhet shumë e mirë. Një zbutje të lehtë për pjesën e qepëve edhe të ashtu. Këtu më mungon edhe kopër, që do të shtoj mbrapa në fund fare, pastaj kopra, këto erza si gjithmonë ju kam thënë, që hidhe në momentin e fundit. Kripe dhe piper hedhim që tani. Piper. Pse u bërë pishman ta hidhja ashtu me pas? U bërë pishman se mos hidhja diçka më tepër edhe mendova që... Te piperi nuk në prish punë, ajo pak më tepër. Se cili mund të hedhë pastaj në momentin e fundit. Dhe hedhë një 2 thelpinj hudhër, do t'i hedhë kështu të plota. Nuk do t'i mundet edhe t'i shtypja, por edhe kështu nuk ka problem, që të nxjerrja të shihen aq sa duhet, dhe ata që kanë qef, domethënë dhe kanë kështu i pëlqen hudhra, edhe e konsumojnë ashtu siç është e plot. E di pse s'na nxjerr shumë temperaturë, por megjithatë do vi momenti që të na dalë temperaturë. Dhe sa na bëhet gati ajo, unë do të marr tani që të bëj, domethënë spinaqe si shikoni, lajm mirë, i vendosim dhe i lëm në ujë që të ngelen kështu të freskëta, dhe sa më shumë t'i lëni në ujë, shiko se sa freski mban spinaqi. Me vërtet. Atë e çojmë në momentin që do të na duhet. E bëj gati, unë sa të na marri temperaturë ajo qepa. A të bëjmë një shkëputje publicitare ne?
Nëse është momenti duhet, patjetër. Jo, unë i presa mbi këtu, ndoshta Këtu të jemi, patjetër, sepse jemi ende në gjysmë të punës, kështu që kur të vim do jetë skuqur qepa dhe do jemi gati për të vazhduar me produktet e tjera që i duan këtij gatimi. Mendoj se ambisa po na presin. Edhe ne jemi këtu për ju pas pak. Dhe e lam të kënisja e recetës së salatës me mel dhe jemi rikthyer pikërisht aty për të mos humbur asgjë nga gatimi. Atëherë të dashur anvisa, siç e pat në fillim fare, ne kemi filluar për të kavërdisur qepën e thatë qep të njoma, mund të bëni edhe vetë me qep të njoma tani që është sezoni verë, i pranverës më falni. Kemi shtuar 2 thelpinj hudhur, pak gjalp edhe vaj dhe është momenti tani që do të shtoj spinakin. Faktikisht unë melin e kam vendosur aty që të më zihej. Dua edhe që të përshpejtoj, domethënë, edhe gatimin, por nëse do ta vendosnim, do të ishte tani momenti që do vendosej meli dhe pastaj më mbrapa do vendosej spinaqi. Kështu që mund ta bëni edhe në këtë mënyrën time se si unë e bëra, që vendosa melin të zihej në një tenxhere tjetër, sasinë e melit me, si thua, 1 filxhan mel, 1 filxhan ujë dhe e lëm të zihej dhe më mbrapa. Pra, mund të bëhet në të dy alternativat. Po. Nëse do ta gatuajmë të gjithin nga fillimi në fund në një tigan, meli do të ishte radha e hedhjes së tij të shtuarës, pra si radh pune pas kuqes së qepëve dhe para spinaqit. Tani që e kemi të zier më vete, shtojmë spinaqin dhe melin e shtojmë në fund. Shtojmë spinakin, e lëm domethënë e përzijem që të na ulë vëllimin dhe më mbrapa do shtojmë këtu edhe melin, të cilin e kemi vendosur të zijë. Dhe aq sa duhet ujë. Tani sipas dëshirës, nëse doni, në momentin e fundit do t'rregojmë pastaj, nëse doni mund të shtoni edhe 2 vezë. 2, 4 në bazë të personave që keni, nga 1 vezë për person në këtë lloj recete. Si thua, bëhet ajo burania me vezë? Ashtu mund të bëhet dhe kjo që ta plotësoni si drek. Prandaj them që nëse ashtu përpunë e vezëve, ose mund ta konsumoni kështu siç është, pa shtuar vezë. Por që edhe me vezat sy, bëhet, domethënë, një plotësim dreke dhe bëhet e plot si recetë për të kaluar vaktin e drekës. Tani shtojmë kuci. Kati, mendoj se të furrën duhet ta shohësh, ka marrë një ngjyrë të këndshme nga sipër, kemi bërë një qumështor të kripur në pjesën e parë. Për ju që e keni humbur, unë ju kujtoj mënyra se si mund t'i rigjeni këto video tona të gatimit dhe është pikërisht YouTube-it, 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, News 24 dhe Vila 24, sepse e di që ndonjëherë duke u marrë edhe ju me gatimet apo me punët tuaja të shtëpisë, apo na ndiqni nga kafet, nga zyrat, nga punët tuaja etj, ndoshta nuk na dëgjoni dhe keni nevojë që të shikoni pak ato gatimet dhe kur i shihni kështu të përfunduar e thoni po si e bëri kjo Kati këtë. Klikoni në YouTube ose në Balkan Web pak më vonë, aty ku gjeni gjithashtu recetat, videot që ilustrojnë të gjithë procesin e gatimit dhe shumë shpesh edhe fotot e pjatave që na mbeten të papërfunduara, ne i bëjmë mbrapa dhe ja u tregojmë për të qenë korrekt nga fillimi në fund. Atëherë faleminderit Anil. Ndërkohë që kemi vendosur, domethënë që hodhëm edhe ato kopër majdanos, shikoni tani se si është bërë çfarë trajte ka meli. Kjo bëhet për ta përshpejtuar gjellën dhe të më mbetet i freskët të spinaqi kështu, edhe prandaj bëhet kjo zierja në veçanti. Doja t'u thosha tani që nëse do ta bëni në raportin 1:1 e ta zieni, ose pastaj nëse doni që ta zieni përfundimisht dhe ta bëni pilaf, do ta bëni në raportin 1:2 dhe do ta bëni si një trajt pilafi. Dhe do t'ishte mirë këtu për shembull që mund të shtoni edhe kos. Domethënë ta përdorni si oriz me kos. Bëhet, si thua, përsëri një ushqim shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. Mund ta bëni për shembull tjetër në raportin 1, si thua, mel, 1 ujë dhe 1 qumësht. Edhe ta bëni ashtu si një lloj syltiaçi, por jo me oriz, por me mel.
Dhe përsëri bëhet një gatim shumë i mirë. Është e mirë, domethënë që për të përdoret edhe për fëmijët, jo vetëm për ne të rriturit. Tani këtë masën e përgatitur unë e hedh brenda dhe kjo tani na bën që të nxitojmë, domethënë për ta përshpejtojmë gjellën, por jo vetëm, bëhet të këndshëm edhe në këtë mënyrë. Unë e nxora si ide tani në këtë moment, domethënë që ta përshpejtonim për ta treguar të përfunduar recetën, por është një ide shumë e mirë edhe për ta bërë edhe në shtëpiat tuaja për të mbajtur këtë spinaqin kështu të freskët. Dhe nuk ka nevojë, domethënë që ta hidhni këtu brenda. Se njëra ose tjetra juve do t'i shikoni vetë, por edhe kështu bëhet shumë e mirë dhe e shijshme si recetë. Do t'i shtoj pak lëng perimesh që kam këtu. Ju garantoj që ka një shije shumë të mirë. Në fund fare, thash që nëse doni, mund të shtoni edhe vezë. Tani neve na është zier, dhe unë do t'i shtoj një 2 vezë, duke ulur pak tani temperaturën. E kemi edhe në ekran. Shtoj një 2 vezë asy. Recetën e keni aty, ku keni edhe vezët, tani jemi pikërisht tek shtimi i vezëve, 1 filxhan me mel, 500 gram spinaq, 4 qep të njoma, kopër majdanoz, 2 thelpinj hudhra, 2 vezë vaj, krip, piper dhe fara susami. Edhe farat besoj janë alternativa, apo jo? Po. Sipas Në fund dëshirës. fare, nëse duan, mundet. E ndërkohë, ne sot, si thash pak më herët, kemi bërë dhe një qumështor të kripur, kur ta nxjerrim nga furra, do të tregojmë recetën, që të mos i shpërqendrojmë anvisat nga një pjatë tek tjetra. Ja kështu, ajo veza do të mblidhet, do të ketë shumë shije, do t'i shtoj edhe vlera gatimit akoma edhe më shumë, edhe bëhet kështu një vakt i plot treke, edhe i shpejt, sepse spinaqi gatuhet shpejt, meli gjithashtu, pra ajo skuqja e qeve sërish kërkon pak minuta, edhe veza në 2 minuta është gati, kështu që një pjatë të cilën mund ta gatuani edhe kur vini nga puna, nëse nuk keni bërë një drek për sot, shpejt, me një dorë spinaq, me pak qep të njoma dhe me një filxhan mel, 3 kokra vezë dhe ja ku vakti juaj i shpejt dhe i shëndetshëm i drekës është gati. Është gati, ajo që ngelet tani pak krip nëse cilën vezë. Ama se e ka mundin këtu të furra tani. Iki, Janila, lutem, mundesh? Mundem, si s'mundem, thjesht po prisja një sinjal nga ty. Jo. Hajde, në tani ta shohim pak që kemi bërë me qumështorin. Do t'ishte mirë, do me thënë që kjo t'i vendoset një kapak për të... Jo. Për çfarë? Po, mund ta heqim, Anila. Po si ta heqim këtë ti të furra, si? Dalë këtu që të vëm kapakun këtu. Ja, ku është? Ha, ta nxjerr, doni ta shihni. O, sa aromë të mirë ka. Ja, ku e kene. Po do ta ull tani se më djeg, nuk e mbaj dot kështu që kapeni këtu në tavolinë. Si thoshni në nëna tona, kur bën në kështu do me thënë, që lëviz, është pjekur dhe nga fundi. Janë ato kujtimet e bukura, edhe pse në moshë tani neve gjithmonë kujtojmë nënat dhe dyshet tona. U dash ka bërë. Të dyja janë bërë shumë shpejt sot. Se edhe qumështori shumë i thjesht për të bërë gati. Kështu që mos u ankoni që kuzhina do kohë, jo s'kam kohë të gatuaj, janë që Kati mendon për të gjitha receta të thjeshta me pak përbërës, që do të thotë ekonomike gjithashtu, me produktet më të mira që mund të gjeni në treg. 3 dita është në fokus të gjithçkaje që përzjedh, pak kohë në kuzhinë, shumë shije dhe shumë dashuri edhe ju bëft mirë. Tani, aty që do bëjmë? E t'jedh pak... Që do jedhesh? Susam. A, do ja hedhesh susamen? Po, susami që të konsumohet duhet ka vërdisur. Për të nxjerrë ato aromat e mirë. Mirë, si jemi me kohën, jemi në 2-3 minutin e fundit. A kam këtu susam. E ke të hampur? Të lutem, Anili, jo s'kam të hapur. Gëshërët, pa. Shi, kam këtu. Mora kuskusën. Kemi plot gjëra këtu. Tani për punë e vezëve, nëse duan anvisat, është mjaftueshëm për neve kjo. Nëse duan, do me thënë që t'i lëm pak
si themi neve surbull, ose do më të mos të kenë shumë, mos piqen plotësisht. I lënë dhe i heqin tani. Shihon pak ajo veza kështu si. Po të duan mund të përdorin edhe vaj ulliri në momentin e fundit, ose susam. Ata do me thënë edhe njëra, edhe tjetra. Ta lëmë edhe pak, thua? Ta lëmë. Pastaj, ajo dhe nga nxehtësia që ka gatimi shumë shpejt do të mpikset dhe ajo pjesa sipër. Të nxjerr edhe një tjetër. E mirë duket, ha? Të herim pak këtu që të... Po. Ashtu që të ruaj pozicionin. Do ta shohim edhe këtë pjatë të përfunduar tani, edhe do duhet ta mbyllim gati. Do t'i hedhim edhe nga këto ishilli që në momentin e fundit, edhe fara susami, edhe do t'a kemi gati, po që... S'po na marrin ato fara të? Nie, do t'a bëjmë këtu. Okej. Ta heqim fare këtë këti, do t'a bëjmë nga vatra tjetër. Tani unë mendoj që me kohën ne jemi në limite, nuk e di sa... Mirë, shiko, tani do t'u themi si ide anvisave në shtëpi, të marrin një ngjyrë bezh, mos t'jenë kështu pastizë, domethënë, edhe t'ja hidhni në momentin e fundit. Në vend të vajit ulli, përdorni fara susami, sepse si thuash kanë yndyrna të mira të shëndetshme. I dini, domethënë, është tahini që bëhet nga farat e susamit, e njëjta gjë janë edhe këtu. Ja dhe pak duan, u bën. Okej, u bën në fakt, po e morën ngjyrën e artë nga sipër. Sa e bukur doli kjo pjatë dhe plot shëndet. Lëm këtu tani. Të lumshin duart, Kati. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Jam shumë e lumtur, vërtet sepse kam një Barbie në krah. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina mirupafshim dhe takohemi nesër si gjithmonë, por mos hezitoni të përgatisni këto gatimet në shtëpia tuaja se vërtet janë shumë të mira dhe shumë të ushqishme. Jo vetëm makarona dhe oriz, por edhe mel dhe gjërat e tjera. Që ne i prezantojmë çdo ditë. Kati të lumshën duar dhe faleminderit për gjithçka që na sjell çdo mëngjes në Vila 24. Tani është momenti që ne të ndahemi nga kuzhina, duke kujtuar që nesër menjëherë do të jemi në kuzhinë që në nisje të Vila 24 në teletransmetim të drejtë për drejtë për të zbuluar shije dhe receta që Katerina na i sjell me shumë dëshirë çdo mëngjes. Ndahemi tani për publicitet.